Në qytetin e Lushnjës, besimtarët katolik dhe ortodoks u bashkuan në festimin e Pashkës, një nga festat më të rëndësishme të besimit të krishterë. Këtë vit Pashkët përkojnë për të dy arritet, duke sjellë një atmosferë edhe më të veçantë shpirtërore dhe uniteti. Që në vigjiljet të festës, shumë besimtarë mbushën kishat dhe vendet e shenjta për të marrë pjesë në meshën festive, duke kremtuar ngjalljen e Krishtit dhe duke përtërir besimin e tyre në Zot. Lutjet, qirinjtë dhe mesazhet e shpresës kanë qenë të pranishme në çdo cep të ambienteve të kulteve fetare. Dita e Pashkës është përkujtuar si simbol i dritës, shpresës dhe ringjalljes, duke sjellë një mesazh të fortë shpirtëror për të gjithë besimtarët, nga dhënimi i jetës mbi vdekjen, i dritës mbi errësirën, i së mirës mbi të keqen. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, është mesazhi që ka përshkruar çdo urim, çdo lutje dhe çdo përqafim në këtë ditë të bekuar për të gjithë të krishterët e Lushnjës dhe më gjerë. Në vigjilje të kësaj feste të bekuar nuk kanë munguar urimet dhe mesazhet e paqes dhe shpresës. Një ndër mesazhet më domethënëse ka ardhur nga Kisha Ungjillore Rruga e Paqes në Lushnjë, ku pastor Albert Dosti përcolli një fjalë të thellë besimi mbi ringjalljen e Krishtit, si themeli i shpresës së krishterë dhe ftesë për rikthimin e paqes dhe dashurisë mes njerëzve. Ringjallja nuk është vetëm një ngjarje së shkuarës, por një e vërtetë që jeton çdo ditë në zemrat tona, si një ftesë për një jetë të re, për pajtim dhe besim të gjallë në Zot, u shpreh të tjera pastor Dosti gjatë fjalës së tij. Ta nis me urimin tonën si krishterë, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall. Pra, nga vetë mesazhi që japim, kuptojmë sa e rëndësishme është kjo ditë për komunitetin të krishterë kudo në Shqipëri dhe kudo në botë. Sot në fakt njerëzit janë afruar pranë kishave për të adhuruar Perëndin edhe për të kuptuar që Krishti nuk është më në varr, është i gjallë. Dhe kjo është shpresa e njerëzimit. Sepse ne shkojmë në një Zot që është i gjallë, një Zot që është ringjallur, një Zot që na thret të shkojmë të përjetojmë gëzimin që na ka dhënë, dashurinë që na ka dhënë, dhe jo vetëm ta përjetojmë për vete, por t'ia japim edhe njerëzve të tjerë. Edhe unë dua të uroj sot kudo njerëzit, gëzuar Pashkën, kushdo qoftë, besoni në Krishtin, në Zotin tonë, sepse është e mrekullueshme të ecësh dhe të besosh në ringjalljen e Zotit. Krishti nuk ndonjë në varr. Perëndia nuk e la birin e vet në varr, po e ringjalli që ti dhe unë sot kemi shpresë. Të kemi mundësi të gëzojmë jetën që Perëndia na ka dhënë. Të kemi mundësi që ta ndryshojmë të botë, ta transformojmë nëpërmjet fuqisë dhe forcës së ringjalljes. Krishti e mundi vdekjen ditën e premtë, edhe kurora e vdekjes u kthye në një kurorë fitimtare për njerëzit. Edhe një herë, le ta përjetojmë së bashku këtë festë edhe këtë gëzim. Zoti ju bekoft. Krishti u ngjall, Krishti u ngjall.